po ti ke marrë për modelin më të keq. Nuk ka model më të keq në politik se sa të vish këtu dhe të bësh suflerin e gonës. Ti bashkë me atë personin tjetër që nuk është këtu dhe mirë që nuk është këtu, sepse e nise karrierën politike me pagesë nga paratë e gonës, tani paguesh me paratë e shqiptarëve si asistent i gonës. Ky është dallimi, pra deri në 9 shtator të vitit kaluar të pagunte gonja nga paratë e call centerit si asistent, sot paguesh si asistent i gonës me dietat dhe paratë e kuvendit. Por edhe ti, ndërsa po zbardhet gjithë skema e pastrimit parave të Agron Shehaj, një njeri që rast unik në botë, brenda 4 vitesh, 5 fishon vlerën e një aseti nga 2.9 milion euro në 15 milion euro. Do vi gonja të ende tjetër këtu. Përfundoni ju lutem. Ja kam bërë gati të gjithë dosjen gonës, pa tjetër. Ta kam bërë gati sepse nga parate vilës gonës je paguar ti deri në 9 shtator 2025. Faleminderit.